Kam shumë dëshirë që të vazhdoj që për të rritem të bëhem avokate, por unë mendoj se kjo do të jetë thjesht një ëndër në sirtar, sepse nuk mund të jetë e mundur për shkak të kushteve që kam në shtëpi. Por vështirësitë më të mëdha kanë qenë ato problemeve ekonomike. Do më pëlqente shumë që në këtë shkollë të kishim kushte më të mira për të studiuar. Se shoh bashkë moshatarët e mi të cilët kanë lënë shkollën, edhe i shoh rrugëve dhe nuk e di, më vjen shumë keq. Mua më pëlqen të bëhem avokate sepse më pëlqen të merrem me drejtësi. Po më pëlqen sepse në të ardhmen të bëhesh avokate ka dhe një rrogë shumë të mirë.